këto institucione, sidomos në tri ulset, kryetari i parlamentit, qeveria, të respektojnë rrugën e berjes së lirisë, sepse duke i respektuar rrugën e berjes së lirisë, duke i respektuar gjithë ata që kanë dhënë diçka për më ardhur deri këtu, qëndrojmë mirë, po edhe ecim bindshëm në rrugën dhe amanetin e dëshmorëve, përveç lirisë dhe qirimit, kishin synim edhe bashkimin. Duhet të sqaroj edhe një herë që qeverisë i kemi afru bashkëpunim në fillim, nuk ka qenë e gatshme, t'i nderoj dhe t'i respektoj dhe t'i marr parasysh gjithë ato që i kemi sugjeru kësaj qeverie, por arsyeja pse nuk jemi bashkë në shënimin e epopejës të ushtrisë shqiptare të Kosovës është sepse ne si organizata kemi mendu dhe kemi vepru që mos t'i fymë dëshmorët. Ne jemi për institucione, ne i qmojmë i respektojmë institucionet, por brenda kësaj qeverie ka njerëz anti-UÇK, të cilët e kanë thy luftën, të cilët kanë bë përpjekje me një lloj këtë luftë dhe të cilët kanë bashkëpunu me prokurorin, kanë bashkëpunu me gjykatën speciale